Hani një thelpi hudhër në stomak bosh dhe do befasoheni. Hudhra është një përbërës i thjesht me përfitime të pabesueshme shëndetësore. Ajo përdoret gjërësisht në mjekësinë tradicionale për trajtimin e shumë komplikacioneve. Hudhra është një antibiotik i fuqishëm natyror, stimulon sistemin imunitar dhe normalizon florën e barkut. Por a e dini se ngrënia e hudhrës në stomakun bosh është me të vërtetë efektive në parandalimin dhe trajtimin e shumë komplikacioneve? Shkencëtarët kanë zbuluar se konsumi i hudhrës me stomakun bosh e bën atë një antibiotik të fuqishëm natyror. Kjo sepse ato përmbajnë edhe azot, natrium, kalium, selenium, kalcium, magnez, silit, sulfur dhe acid fosforik. Hudhra gjithashtu mund të përdoret kundër infeksioneve korpullore, gjë që e bën atë një mënyrë shumë më të dobishme për antibiotikët modern. Ja disa përfitime shëndetësore që do të merrni: parandaloni plakjen, zvogëlon nivelin e kolesterolit, lehtëson një numër të lartë të bakterieve dhe ndihmon edhe në shëndetin e zemrës.